Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio Shtat. Ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës kërkojnë pafajësi në përmbyllje të procesit gjyqësor në dhomat e specializuara në Hag. Ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në fjalën përfundimtare fillimisht uroi qytetarët për 18 dhjetorin e pavarësisë, teksa u kthye prapa në kujtimet e tij në momentin e shpalljes së pavarësisë. Hashim Thaçi deklaroi se akuzat e prokurorisë speciale ndaj tij janë të pavërteta. Hashim Thaçi deklaroi edhe një herë qartësi se i vetmi armik i tij ishte Slobodan Miloševići. Ju i keni dëgjuar akuzat e prokurorisë dhe argumentet e mbrojtjes. Ju i keni parë faktet. Ju keni dëgjuar të vërtetën. Është vetëm një e vërtetë që akuzat nuk qëndrojnë. Unë jam plotësisht i pafajshëm, por e kam thënë dhe e them sërish, me bindje të plot. Unë bashkëndjej dhe shpreh keqardhje për gjitha viktimat që kam mësuar në Kosovë pa marrë parasysh përshtatësinë e tyre etnike. Ish-kryetari i Kuvendit Kosovës Kadri Veseli në fjalën e mbajtur përpara trupit gjykues në Hag deklaroi se pas viteve të gjata hetimesh nuk është paraqitur asnjë provë që ta lidh me kryerjen e ndonjë krimi si drejtues i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në fjalën para gjykatës në Hag, Veseli tha se duhet të mbizotrojë drejtësia dhe panshmëria së vërtetës. Ai shpreh se e vërteta s'ka arsye të ketë frikë nga e vërteta, ndërsa kjo e fundit mund të vonohet, por jo të mohohet. Në fund të gjykimit tim, po ju drejtohem për të theksuar një pikë të vetme, por të jashtëzakonshme prej rëndësie. Gjykata duhet me çdo kusht të mbrojë drejtësinë, të vërtetën dhe pa anësinë. Kjo nuk është thjesht një detyrë ligjore, është kontributi i saj i madh dhe trashëgimia që do të mbetet prej kësaj gjykate. Në mbrojtjen e tij në Hag, Recep Selimi akuzon prokurorin se po përpiqet të përçajë shqiptarët dhe se lufta për liri nuk mund të barazohet me shtetin vrasës të Serbisë. Para trupit gjykues në Hag, Selimi deklaron se ky nuk është një sulm vetëm ndaj historisë së Kosovës, por ndaj të ardhmes. Ai paralajmëroi se historia nuk mund të rishkruhet në sallën e gjyqit. Edhe Jakub Krasniqi ka mbajtur fjalën e tij para trupit gjykues në Hag duke theksuar se gjatë periudhës së paraburgimit janë cënuar të drejtat themelore të njeriut të garantuara nga Konventi Evropiane për të drejtat e njeriut. Ai shet të padrejtë e panevojshme burgimin e tij dhe është i gatshëm të japë një rrëfim të vërtetë të luftës për pavarësi. Avokati ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi çmonton pretendimin e prokurorisë në gjyqin ndaj ish-krerëve të UÇK-s në dhomat e specializuara në Hag. Në rastin më të mirë, argumentet e SPS-s janë një arnim dokumentesh që ja ka lënë ju si detyrë që t'i mblidhni me njëra tjetrën të nderuar gjykatës. Dhe kjo nuk përmbush barrën e provës prokurorisë. Luka Misheti shto se prokuroria specializuar vazhdon të pretendojë se dëshmitarët ndërkombëtar nuk ishin të informuar për komunikatat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Lidhur me këtë, avokati Thaçit përmendi dëshminë e ish-generalit suprem të NATO-s Wesley Clark, i cili pati deklaruar se ai vetë kishte informuar Slobodan Miloševićin për bombardimet në Serbi. Do të kishte qenë në interesin e vetë Miloševići që t'i tregonte generalit Clark, NATO-s, grupi kontaktit dhe Këshillit të Sigurimit të Kombëve të Bashkuara këto komunikata gjoja nxitse. Në qoftë se ai dhe shërbimit e tij do të besonin se këto komunikata do të jepnin një kontribut domethënës ndaj krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit. Në sallën e gjyqit ishin të pranishëm gruaja dhe djali i Kadri Veselit, gruaja dhe vëllezërit e Recep Selimit si dhe djali Jakub Krasniqit. Avokati Jeffrey Roberts përmbyll fjalën e mbrojtjes së Recep Selimit. Ai deklaroi se prokuroria e Hagës ka prova në mbështetje të akuzës. Pa aftësia e prokurorisë për të bërë dallimin mes pretendimeve dhe provave është aq shqetësuese në këtë fazë të procesit gjyqësor, saqë është edhe befasuese. Por madje edhe pa aftësia për të trajtuar pikat e tjera që janë ngritur në lidhje me NKP-n, theksojnë mungesën e qartësisë dhe besimit që ka vetë prokuroria. Në fund, avokati Roberts ka thënë se Recep Selimi duhet të shpallet i pafajshëm për të gjitha akuzat, të lirohet më njëherë dhe të kthehet në Kosovë pranë familjes së tij. Edhe avokati Jakub Krasniqit, Ejden Elles në fjalën përfundimtare para prokurorëve dhe trupit gjykues u shpreh besim plot që kur gjykatësit të zbatojnë vlerësimet dhe të shohin dokumentet do të pajtohen me argumentet e mbrojtjes të cilat do të çojnë në shpalljen e pafajshëm të Jakub Krasniqit. Ne jemi besim plot që kur të zbatoni, kur bëni këtë vlerësim, kur të shikoni dokumentet, të marrë së bashku me dëshmitë e dëshmitarëve dhe kur të zbatoni me rigorozitet parimin e barrës së provës,
Ju do të pajtoni me argumente të parashtruara prej nes dhe kjo do të çojë në shpalljen të pafajshëm të Jakub Krasniqit për jush. Avokati Kadri Veselit, Rodney Dixon, tha se gjykata nuk mund të shpallë fajtor një person nëse kjo shpallje fajësie mbështetet mbi prova të patestuara dhe thashëtheme. Ai përsëritet se zyra e prokurorit special nuk ka asnjë provë që lidh Veselin me krimet e kryera. Avokati tha se të gjitha pretendimet e drejtë për drejta apo rrethanore kundër Veselit janë të pabazuara. Të gjitha argumentat kundër zotit Veseli janë të pabazuara. Qoftë pretendimet e drejtë për drejta, si dhe pretendimet rrethanore. Si shembull, ai mori një video të publikuar nga prokuria ku një dëshmitar tha se kishte dëgjuar nga dikush se Veseli ishte përfshirë në krime. Kur zoti Halling të martën ju tregoi një videoklip të dëshmitarit 4760, kur po jepte një intervistë për ZPS-n dhe tha që me demek kishte dëgjuar një histori prej dikujt që klienti im ishte i përfshirë. Ky është thashëthemi pastër, sepse vetë burimi nuk ka qenë këtu në mënyrë që të merri në pyetje. Prandaj, ky klip është krejt i pavlerë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Glau Kënjusa ndodhet në gjykatën speciale në Hag për të ndjekur deklaratat përmbyllëse dhe fjalën përfundimtare të ish-liderëve të UÇK-s. Pak para nisjes së seancës, Kënjusa tha se në procesin gjyqësor ndaj 4 shtesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka patur shkelje të drejtave të njerëzit. Sipas tij, kjo drejtë u shkel në mënyrë të dhunshme sepse prej 5 vitesh e 3 muajsh 4 shja qëndron larg familjes dhe shtetit. Unë pretendoj dhe gjithë pretendojmë së bashku që u shkel e drejta elementare e njerëzit, e cila mbrohet edhe me Konventën e Kombeve të Bashkuara, edhe me Konventën Evropiane të drejtave të njerëzit, por edhe me kushtetutën tonë. E kjo është e drejta që personi të gjykohet në kohë të arsyeshme. Kjo e drejtë ma mërmenja që u shkel në mënyrë dhunshme, sepse janë bërë 5 vite 3 muaj që këta drejtues të ushtrisë qlirimtare të Kosovës mbahen të izoluar. Ai tha se prania e tij është si një rikonfirmim se lufta e Kosovës ishte e drejtë e pastër me qëllim mbrojtjen e popullit të vet dhe jo sulmin ndaj një tjetri. Nuk ka qenë qëllimi i kësaj lufte sulmi i asnjë populli tjetër. Targeti vetëm i uniformave të UÇK-s ishte policia dhe ushtria sërbe, njerëzit e uniformuar okupator që bën genocidin në Kosovë, që vran fëmijë, që vran gra dhe që vran pleq, e që i mbëtën mbi 12.000 qytetarë të Republikës sot. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani deklaron se gjykimi në Hag është i padrejtë. Ajo ndal në rëndësinë historike të lirisë së Kosovës dhe sakrificën e brezave që udhëhoqën luftën çlirimtare. Në kohët më të rënda dhe në ditët më të errta për popullin ton, Kosova pati bij e bija që udhëhoqën luftën ton çlirimtare dhe i dolën Zot atë dheut, duke dëshmuar se liria ishte më e shtrenjtë se sa edhe vet jeta. Histori, këtë të vërtet, e këtë triumf, ne duhet të mbrojmë me krenari në çdo kohë, në çdo vend, kudo në botë. Sepse UÇK-ja është ideali më i fuqishëm i ndërtuar nga shqiptarët ndër shekuj. Deklaroi Vjosa Osmani. Kryeministri Edi Rama nga Prishtina ka bërë thirrje për drejtësi për ish-krerët e UÇK-s në Hag. Gjatë fjalës së tij Rama theksoi se pretenca nga prokuroria nuk qëndron në asnjë rast, ndërsa theksoi se për çfarë ka ndodhur në luftën e Kosovës, atëherë me qëndrimin në dhënë do të duhet të ketë arrestime të tjera. Ai bëri krahasime me të dënuarit për krime lufte nga drejtësia ndërkombëtare, duke përmendur figura si Radovan Karadzić, Ratko Mladić dhe Stanislav Galić dhe Milan Lukić, të dënuar me burgim të përjetshëm për krime të rënda përfshirë genocidin në Srebrenicë. Prokuroria nuk pati kapacitetin të provojë asgjë të ngjashme, sepse nuk ka asgjë të ngjashme në aktivitetin e kadrëve dhe isëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Nuk ka asnjë lidhje aktiviteti i tyre dhe ushtrisë shqiptare të Kosovës me terrorin mbi popullsinë civile, Rama theksoi se nëse kërkesa e prokurorisë do të konsiderohej e drejtë, atëherë përgjegjësia do të duhet të shtrihej dhe më gjerë, duke përmendur udhëheqësit perëndimor që mbështeten ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë. Në qoftë se Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi duhet varrosen për zgjalli për luftën
dhe për çfarë ka ndodhur gjatë luftës në Kosovë, atëherë duhet të vazhdojnë arrestimet. Duhet arrestohet Bill Clinton, duhet arrestohet Javier Solana, duhet arrestohen Tony Blair, nuk diskutohet, kryeministrat e tjerë të vendeve që i dhanë dritën jeshile bombardimeve. Me këtë rast, kryeministri Edi Rama tha se presidenti Osmani është kërcënuar për 2 vjet nga prokuroria specializuar në Hag, pasi nuk lejoi që prokurorët të kërkonin për prova edhe në zyrën e presidentit në Prishtinë. Nuk është sekret shtetëror për mua që edhe presidenti i Kosovës është kërcënuar. Dhe këtë gjë nuk e dini sepse nuk është thënë asnjëherë, po e them sot. Është kërcënuar sepse nuk ka lejuar që prokurorët të dhunonin zyrën e institucionit president Kosovës, se me demek do kërkonin edhe aty provat e krimeve kundër njerëzimit. Tha Rama në ceremoninë e promovimit të librit kur heshtja flet të ish ambasadorit Ahmet Shala. Rezolut nga 30 deputet zvicerian dërgohen në dhomat e specializuara të Kosovës. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s konfirmoi se rezoluta u dorëzua në Hag. Krerët e kësaj organizate theksuan se çështja e standardeve të drejtësisë po fiton mbështetje më të gjerë ndërkombëtare përfshirë nga deputet të Asamblesë Parlamentare të Zvicrës. Adresimi i këtij dokumenti përfaqëson një hap simbolik drejt respektimit të standardeve ndërkombëtare të drejtësisë dhe parimit të një procesi të paanshëm. Ministri i Mbrojtjes i Kosovës reagon pas deklaratave nga shefi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë së Serbisë, generali Mojsilović, të cilat tentojnë ta paraqesin forcën e sigurisë si kërcënim për komunitetin serb në Kosovë. Përmes rrjeteve sociale, Jug Maqedonsi i vlerësoi këto pretendime si të pavërteta, të papërgjegjshme dhe në kundërshtim me realitetin në terren. Në përgjigjen e ministrit Maqedonsi thuhet se forca e sigurisë së Kosovës vepron në kontroll të plot civil në përputhje të plot me kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës si dhe me detyrimet tona ndërkombëtare. Për ministri Maqedonsi, narrativat që synojnë friksimin e komuniteteve ose justifikimin e politikave destabilizuese nuk kontribuojnë në paqe dhe stabilitet. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Mira e qytetarë nga e gjithë Kosova u mblodhen në Prishtinë në 18 vjetorin e pavarësisë për t'i dhënë mbështetje i shkrerëve të UÇK-s që po gjykohen në Hag. Flamuj kombëtar të Kosovës dhe ushtrisë çlirimtare u valviten në përsheshet e Prishtinës, ndërsa një zëri broritet për 3 shkronja të UÇK-s. Ismail Tasholli nga Liria ka emër ishte i pari që japi fjalimet në marshin drejtësi jo politik. Prej Kosovës, Shqipënisë, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi, Lukinës së Preshevës, diasporës, e nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faleminderit që jeni këtu sot, faleminderit që u bashkut, jo për politik, po për drejtësi. Sot jemi bashk për një parim të thjesht e të madh. Drejtësia nuk është politik. Drejtësia është themeli i lirisë. Ai tha se kur vjen fjala për UÇK-n, aty nuk ka ndarje, nuk ka poste. E zonja e zotrin, të gjitha këto që i përmendëm, janë pjesë e 3 shkronjave që ndryshuan historinë, 3 shkronjave që u bën frym, 3 shkronjave që janë dhe betimi ynë. Ushtria çlirimtare e Kosovës, UÇK! Në marshin drejtësi politik, u pan pjesëtarë të familjeve të ish krerëve të UÇK-s, presidenti Vjosa Osmani dhe lider politik nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, si Taulant Balla Ulcimania dhe Ali Ahmeti. Republika e Kosovës shënon 18 vjetorin e pavarësisë. Presidenti Vjosa Osmani, kryetari i Kuvendit Albulena Axhiu, kryeministri Albin Kurti, bashkë me personalitete të tjera morën pjesë në ceremoninë e ngritjes së flamurit të Republikës Kosovës. Në 17 shkurt 2008, Kuvendi i Kosovës shpalli pavarësinë. Një mbledhje të jashtëzakonshme ku merrnin pjesë 109 nga gjithsej 120 deputet. Kuvendi i Kosovës një zëri shpalli Kosovën, shtet të pavarur, sovran dhe demokratik. Më 22 korrik të vitit 2010, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë përmes një vendimi këshilldënës rikonfirmoi se deklarata e pavarësisë Kosovës nuk ka shkelur asnjë nement të ligjit ndërkombëtar. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, uroi qytetarët në 18 vjetorin e pavarësisë. Pas ceremonisë së ngritjes së flamurit, Osmani tha se Kosova hyn në moshën e pjekurisë dhe në të njëjtën kohë bëhemi bashkë për të përkujtuar të gjithë ata që sakrifikuan gjithçka që ne sot ta gëzojmë shtetin. Natyrisht që sakrifica për të arritur deri këtu ka qenë shekullore.
Shpesh herë ne fokusohemi tek vitet e fundit, tek vitet e 80-ta, 90-ta, por në fakt kanë qenë breza të tërë që kanë dhënë gjithçka në mënyrë që sot ne ta gëzojmë shtetin e pavarur të Kosovës. Shprehim respektin më të thellë për të gjithë që kontribuan, shprehim respektin më të thellë për rrugën, vizionin dhe kontributin e presidentit ton historik, atit themeltar dhe arkitektit të pavarësisë së Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova. Me rastin e 18 vjetorit të pavarësisë, kryeministri Albin Kurti kujton se liria që sot e 18 vjet gëzon Kosova është rezultati shumë brezave të veprimtarëve që sakrifikuan gjithçka. Sot festojmë, por njëkohësisht edhe nderojmë rezistencën paqësore, kryengritjet armatosura, të cilat kulmuan me luftën e drejtë të ushtrisë qëndrore të Kosovës. Gëzuar pavarësia 18 vjetori dhe kremtofshim të gjithë bashkë për jetën e mëdha. Kryetaria e Kuvendit e Kosovës Albulena Axhiu në këtë 18 vjetor tha se pavarësinë nderojnë duke punuar me institucione funksionale të cilat punojnë me integritet dhe profesionalizëm. Pas ngritjes së flamurit në një ceremoni, Axhiu nënvizoi se liria kërkon angazhim të përditshëm. Sot, por edhe çdo ditë tjetër, kujtojmë me nderim dhe respekt të gjithë ata që dhanë jetën e tyre për pavarësinë që sot ne e gëzojmë, pra dëshmorët e kombit dhe martirët. Por po ashtu sot nderojmë edhe figurat e larta që kontribuan në rrethana dhe në periudha të ndryshme për çlirimin, për lirinë dhe për pavarësinë e Republikës së Kosovës. Në seancën përkujtimore në Kuvendin e Kosovës në nderim të 18 vjetorit të pavarësisë, kryetaria e grupit parlamentar të lëvizjes Vetëvendosje Arbëria Nagafsi vlerësoi se kjo ditë është një kujtesë e luftës së pastër dhe të drejtë të ushtrisë çlirimtare dhe gjakut të derdhur për liri. Kjo ditë është një kujtesë e gjallë e rrugtimit tonë të vështirë, e qëndresës të brezave të tërë, e luftës së pastër e të drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe e gjakut të derdhur për lirinë që sot e gëzojmë. Nagafsi shtoi se Kosova ka dëshmuar se ditë qëndrojë fort edhe në kohë të vështira. Sot Kosova është një realitet shtetëror i pakthyeshëm. Një shtet që pavarësisht sfidave ka dëshmuar forcë, stabilitet dhe përkushtim ndaj vlerave demokratike. Një shtet që po ndërton institucione, po fuqizon sundimin e ligjit dhe po ecën me vendosmëri drejt integrimeve euroatlantike. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës në ceremoninë e mbajtur në Kuvend deklaroi se Kosova është realitet i pakthyeshëm. Bedri Hamza përmendi dhe gjykimin e ish-drejtuesve të UÇK-s që po bëhet në Hag, e ku nënvizoi se nuk do të lejojmë që historia të nënshkruhet në kurizin e sakrificës. Lufta çlirimtare është në bankën e të akuzuarve në Hag. Lufta jonë çlirimtare po gjykohet. Ata kanë kontribut në shtet. Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli e Recep Selimi po gjykohen. Dhe sot du ta themi qartë dhe me vendosmëri. Besimi i Kosovës në drejtësinë ndërkombëtare nuk duhet tradhtuar. Ne nuk lejojmë që historia të rishkruhet në kurriz të sakrificës sonë. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës në 18 vjetorin e pavarësisë është i mendimit se nuk ka as proces as forcë që ndryshon lavdinë e luftës së pastër të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Nga foltorja e Kuvendit Lumir Abdigjiku nënvizoi se sakrifica e luftëtarëve të UÇK-s, heronjve, dëshmorëve dhe martirëve që qëndrojnë në altarin e kësaj republike mbetet pjesë e pandashme e historisë sonë. Abdigjiku tha se pavarësia e Kosovës është kulmi i një procesi të gjatë shekullor për mbijetesë. Nuk ka as proces, nuk ka as forcë që ndryshon lavdinë e kësaj lufte të pastër dhe historike të popullit të Kosovës dhe ushtrisë tonë çlirimtare. UÇK është vetë populli i Kosovës. Këto dy rrugë, ajo paçore dhe ajo çlirimtare, janë rrugët e popullit tonë drejt lirisë dhe pavarësisë. Ato nuk e përjashtojnë njëra tjetrën, ato e plotësojnë njëra tjetrën. Ato së bashku krijuan kushtet që Kosova të mbjetojë, të çlirohet dhe më në fund të bëhet shtet. Vetëm duke respektuar të dyja, historia jonë mbetet e plotë dhe ndershme. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në 18 vjetorin e pavarësisë mblodhi qeverinë dhe komentoi padrejtësi mbajtjen në akt të ish-krerëve të UÇK-s. Sipas tij, kontributi i secilit prej tyre për liri dhe pavarësi është i çmuar dhe historia do të jetë ajo e cila do të bëjë gjykimin e drejtë. Në këtë ditë feste dhe reflektimi, nuk mund të mos kujtojmë
se përfaqësuesit që morën pjesë në shpalljen e pavarësisë së Republikës sonë sot mbahen padrejtësisht në Hag. Kontributi i secilit prej tyre për lirinë dhe pavarësinë është i çmuar dhe historia do të jetë ajo e cila do ta bëjë gjykimin e drejtë. 5.000 emblema magnetike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës u vendosën në monumentin e pavarësisë së Kosovës Njubor në 18 dhjetorin e pavarësisë. Aktivistët e platformës Liria ka emër e sollën këtë realizim si një gest simbolik për ish pjesëtarët të UÇK-s që po mbahen në Hag. Kryeministri shqiptar Edi Rama e vlerësoi si një shenjë respekti për sakrificën e kombit dhe simbolikën e luftës për liri. Urimeve me rastin e 18 dhjetorit të pavarësisë së Kosovës ju bashkuan dhe krerët më të lartë të shtetit në Shqipëri. Nga foltorja e kuvendit, presidenti Bayram Bega e vlerësoi rëndësinë që ka ky moment, që të mos harrohen rrënjët e këtij shteti dhe të mos harrohen ata që mbahen në mënyrë të padrejtë në Hag. Në këtë përvjetor, mendimi ynë shkon tek ata që nuk janë fizikisht mes nesh. Zemrat tona janë me dëshmorët e lirisë aty ku ata prehen. Por sot, mendimi ynë është edhe me ata që po përballen me një betejë të vështirë, të padrejtë dhe vendimtare në Hag. Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Niko Peleshi shpreu krenarinë dhe respektin për këtë moment historik të kombit shqiptar. Në ceremoninë organizuar nga Ambasada e Kosovës në Tiranë, i vlerësoi se Dita e Pavarësisë është një ditë historike, lirie, digniteti dhe drejtësia që simbolizon sakrificën dhe vendosmërinë për shtet ndërtim të ardhmen euroatlantike. Motrave dhe vëllezërve tanë në Kosovë u përcjell urimet më të përzemërta, me krenari legjitime për këtë ditë të madhe, e cila është një nga aktet më të ndritura në historinë moderne të kombit shqiptar. Dita e pavarësisë Kosovës është shumë më tepër se një datë e shënuar në kalendarin tonë. Është një ditë historike lirie, dinjiteti dhe drejtësie. Kryeministri Edi Rama veçorimi shpreu dhe keqardhjen që s'do të mund të jetë në protestë që do të mbahet në orën 14 në shenjë solidariteti me ish-krerët e UÇK-s që ndodhen në ditën e 7 të seancave përmbyllëse në Hag. Ndërkohë, ministria për Ropën dhe Punët e Jashtme Lisa Spiropali kujton se Shqipëria qëndron pranë Kosovës si motër dhe si aleate me përkushtim të plot për sigurinë, zhvillimin dhe të ardhmen tonë europiane. Urimeve në ditën e pavarësisë në Kosovë ju bashkua dhe Enkil Rexhepi nga Këshilli Kombëtar Shqiptar në luginën e Preshevës. Në mesazhin e tij Rexhepi thekson se pavarësia e Kosovës është një ditë që kujton sakrificën e dëshmorëve dhe guximin e shqiptarëve për të ndërtuar një të ardhme të lirë dhe të drejtë. Sipas tij, kjo datë shërben si simbol bashkimi për shqiptarët kudo që janë. Nga lugina e Preshevës deri në çdo cep të trojeve, kjo ditë na lidh si kombë dhe na kujton përgjegjësinë tonë për të ndërtuar një të ardhme të fortë. Shkruan Enkil Rexhepi nga Këshilli Kombëtar Shqiptar në luginën e Preshevës. Nga Maqedonia e Veriut uroi presidentja, si vende mike, ne ushqejmë marrëdhënie të mira fqinjësore dhe punojmë drejt përmbushjes së vizionit tonë të përbashkët për integrimin evropian të rajonit. Pres me padurim thellimin dhe forcimin e mëtejshëm të partneritetit tonë në interes të qytetarëve tanë, shkruan mes të tjera Gordana Silenovska-Davkova. Sipas saj, raportet mes dy vendeve mbeten në frym bashkëpunimi me synim avancimin e agjendës europiane dhe forcimin e lidhjeve në dobi të qytetarëve në të dy anët e kufirit. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut uroi 18 dhjetorin e pavarësisë Kosovës. Për Afrim Gashin, pavarësia përfaqëson triumfin e vullnetit të lirë të qytetarëve për të ndërtuar një shtet demokratik. Gashi tha se raportet mes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës janë të forta, duke dhënë mbështetje për Kosovën në rrugtimin e saj euroatlantik. Në këtë ditë të rëndësishme, riafirmojmë mbështetjen tonë për rrugtimin e suksesshëm të Republikës së Kosovës dhe shprehim bindje se bashkëpunimi ynë vëllazëror do të vazhdojë të thellohet në funksion të paqes, stabilitetit dhe prosperitetit të rajonit, si dhe të avancimit të agjendës sonë të përbashkët euroatlantike, shkruan Afrim Gashi. Në emër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës uroi sekretari i shtetit Marco Rubio, shkruan se Shtetet e Bashkuara mbetet të palëkundura në mbështetjen e tyre për sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës dhe presin me padurim të zgjerojnë lidhjet ekonomike që do të rrisin prosperitetin e të dy kombeve tona. Po ashtu Rubio vlerëson dhe mbështetjen e Kosovës për përpjekjet e SBA-s për të përballur me sfidat globale dhe mirëpret, thot ai, udhëheqjen e saj si anëtare themeluese e Bordit të Paqes. Mes të tjerave, urimeve i është bashkuar dhe mbreti i Mbretërisë së Bashkuar, Charles III, presidenti i Republikës Franceze, Emmanuel Macron, presidenti i Republikës Italiane, Sergio Mattarella, Ministria e Jashtme e Izraelit dhe Ambasada Gjermane në Kosovë. Politik. Kryeministri Albin Kurti kërkoi sërish kreut të zyrës së Bashkimit Evropian dhënien e statusit të vendit kandidat për Kosovën, si dhe pyetësorin për anëtarësim nga Komisioni Evropian. Në një takim me Ajavo Rav, shefi i qeverisë vlerësoi se BE mbetet partneri besueshëm për Kosovën. Përsërita
zotimet e Republikës së Kosovës se shteti ynë do të jetë, siç ka qenë përherë, partner i besueshëm dhe serioz i Bashkimit Evropian, dhe ne konsiderojmë që Bashkimi Evropian është organizata e paqes dhe sigurisë, ku ne dëshirojmë edhe të kontribuojmë, edhe të përfitojmë, e për këtë është nevojshme që sa më parë ta marrim statusin e vendit kandidat dhe pyetësorin nga Komisioni Evropian. Kryeministri Kurti falenderoi dhe shefin e misionit për mbështetjen e dhënë nga Unioni. Për aprovimin e planit të rritjes së Bashkimit Evropian, i cili e ka një vlerë të gjithëmbarshme për Republikën tonë 882.6 milion euro, nga të cilët afër 30% janë grante, ndërka që diç mbi 70% janë kredi. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Ajavo Oraf, përshëndeti miratimin një kohë të shkurtër në kuvend lidhur me planin e rritjes dhe shpreson që procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian të vazhdojë për një të ardhme të përbashkët. We all know that last year the limits of Kosovo constitution were tested. It took some time, but I'm sure that now it's possible to move forward. Të gjithë e dim që vitin e kaluar u testuan limitet e kushtetutës, u derdh ca kohë, por besoj që tani është e mundur që të lëvizim përpara në drejtimin e dur. Është me rëndësi që nga ana europiane të kemi një partner, një qeveri të qëndrueshme. Jam gjithashtu i lumtur se marrëveshjet lidhur me planin e rritjes u miratuan kaq shpejt në kuvend dhe tani procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian vazhdon. Shpresoj që me Kosovën të kalojmë faqen tjetër të librit dhe të vazhdojmë për një të ardhme të përbashkët. Hope very much that with Kosovo we are able now to turn the new page and to move towards better joint future. Deklaroi ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Ajavo Oraf. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.